Ndarjen nga jeta e Papa Franceskut konsiderohet një humbje e madhe për Kishën Katolike, por edhe në mbar njerëzimin. Domenzo, misionar pranë Kishës Katolike në Vlorë, e quajnë ndarjen nga jeta të Papa Franceskut humbje të madhe, duke theksuar njëkohësisht se Papa Francesco ishte një person i lidhur shpirtërisht me të gjithë, ndaj erësia e tij cilësohet si një person i jashtëzakonshëm. E thjesht ka qenë një babi për të gjithë, sidomos për ata që janë braktisur nga këtë shoqëri, janë varfëri morale, varfëri ekonomike, ka qenë i afër të gjithëve. Ka kërkuar gjithmonë një fjalë mire për bashkësinë, për unitetin e njerëzve. Ka qenë një ushtare, mund të themi, kundër luftrave, sepse ishte gjithmonë me një pasion e madhe për paqen, për dignitetin e çdo njeriu, sidomos për ata që vuajnë, me duket në të vërtetë që ka qenë babi për të. Në mëngjesi kemi dëgjuar nga rrjetet sociale, kemi qenë pak të habitur se nesër ishte atje në Piazza Vaticane, po Piazza San Pietro për bekimin e Pashkës. Qa duhet të bëjmë? Duhet të bëjmë, ne jemi mërzitur sigurisht, por ai në të vërtetë është në parajsë, është duke lutur për ne. Në momenti ku ka vdekur, ka filluar një lutje veçante edhe për ne, për të gjithë, për botën mbar. Domenzo është edhe një nga personat që ka patur fatin të atakoj papën, një nga momentet që sipas tij mbetet e gjallë në memorie, ndërsa konfirmon njëkohësisht se në vijim do të ketë lutje dhe mesha për ndarjen nga jeta të Papa Franceskos. Domenzo, ju e keni takuar vetë papën? Kam pasur këtë hire e madhe se kam qenë në Santa Marta e kanë takuar për një meshë e shenjtë në mëngjesi, që ai kremtonte meshën me disa mysafirët që ishin atje, në atë rast e kam takuar e pastaj pas meshës ai takonte çdo persona që ishte atje personalisht, dy fjalë. Ma ka thënë ti, kush je? Jam Domenzo, jam Fideidonum, jam misionare në Shqipëri. Shqipëria, si është Shqipëria? Të falenderojnë që ti e ke për zemër Shqipëri. Po, kanë një kujtim shumë e bukur. Kanë thënë, por lutu për ne, vazhdon në lutje për ne, për shqiptarët, për Kishën, për kishat, se edhe ortodokse, edhe protestante, edhe për ata që janë muslimane, kështu që ai kishte për zemër të gjithë. Dalja fundit e Papa Franceskut para se të ndronte jetë ishte pikërisht dje në festën e Pashkëve. Ati shenjtë pas mesazhit të tij nga balkoni i madh i Shën Pjetrit bëri një shëtitje në makinë ku dhe bekoi disa fëmijë, bekimet e tij të fundit.